si kullo djersa këtit. Sa vjeqë? 14 vjeç. Hajde që i knip që këtu ti. Shikojnë edhe këtë knip që në tjetër këtu, po disa vjeqë? 15 vjeç. Një minutë ore. Si s'ke dalë për pelikani kështu? Duhet punosh. Si? Duhet punosh. A në gjutë që thove, duhet punosh. Ju vazhdojni gërthisni nga gota rakit. Por jo mërë zotëri, jo, se thirrja e ati 14 vjeçari dhe ati 15 vjeçari është më thellë se sa ajo që ky zotëria e përdor, ose e kish për e nxjerr jashtë kontekstit që thot ju që dilni në protest, ja thot goda e rakis. Ati në protest dalin sepse prindrit e atyre dy fëmijëve të mitur, 14 vjeç dhe 15 vjeç që punojnë edhe shfrytëzohen më kiç se sa sklever, le themi, për punojnë shumë dhe paguajnë jashtëzakonisht pak, pavarësisht nuk do të punojnë fare, por duhet studiojnë për një të ardhmë më të mirë. Janë aty sepse prindrit e tyre nuk kanë vend pune, sepse vendet e punës i kanë zënë një prit njerëzit të afërmit e oligarkëve e pushtetarëve që janë sot në atë në funksion sot, që janë në sistem, në administrat, dhe nuk janë prindit e këtij, prandaj janë ata aty në punë. Ndoshta ky zotëria ka dashur për cilë i gjoja që ja me punë, po ai 14 vjeçari aty, e 15 vjeçari ka lënë shkollën për nxjerr 10.000 lekësh, ndoshta po e arriti 10.000 lekësh, sepse në vlerësimi bëhet jashtëzakonisht shumë, sepse thonë se hajtë se 14 fëmijë janë këta, mjafton me kaq, ndërkohë ai merr atë lekun aty e çon shtëpisë atje, se ka mamën dhe babën pa punë, se nuk ka punë, se nuk ka vend pune, se duhet ta marrë ai fëmijë aty, i aty që është pushtete, ai që ka një mikun, e kupton, kështu që kjo është e pahishme fare, 14 vjeç, domethënë, le që njëherë është kundra ligjit, se di njëherë e kuptoni që do të ndodhte këtu për shembull të dilte një person publik ose një njeri me kapital të dilte këtu në Itali të thoshte ja 14 vjeçarin punë edhe të thoshte emrin e firmës apo vendit ku po punon, edhe do të vazhdonte akoma të ishte i lirë. E di se sa keq. Këto janë ato që nuk funksionojnë. Këto janë ato që ne shikojmë ndryshimin e madh midis Shqipërisë dhe Evropës, atë Evropë që kërkon Edi Rama të na fusin neve. Jo, njëherë duhen bërë ligjet. Pastaj ligji i parë që po bën Edi Rama është kundër Evropës, për të hyrë në Evropë. Ata të bashkimit evropian thanë që shanset janë shumë më të pakta nëse prishet ekosistemi dhe biodiversiteti, sidomos kur morën vesh për shitjen e Izullit, Sazanit, të Trumpës, të Trankës, çfarë leshin e ka Ivankës atje, dhe pjesën e coptimit të nartës, dhe investime strategjike që po bën që prishet ekosistemi, prishet natyra për të betonizuar e gjitha. Kështu që këto janë disa kushte që Europa i do, por në këtë moment, në këtë rast, premtimi që ka bërë Edi Rama në 2030 për të futur në Europë, nuk besoj se do të ketë sukses. Ashtu siç nuk ka pasur 13 vite që shqiptarët sot bëjnë 2 kilometra rrugë në Vari Bob ku ishte ajo atje në Cakra, nuk e di se ku doli një pjesë e njerëzve atje që jetonin në një fshat që bënin 2 kilometra rrugë vajtje, 2 ardhje, 2 kilometra boshe, 2 ngarkuar me ujë që të siguronin ujë të lajshin, mos të qelbeshin e radierës apo të kryen nevojat e tyre shtëpiake apo ato gjenetike. Kështu që thirrja dhe ajo që thot ai djali aty është më thellë se sa e përdor ky zotëria duke bërë thirrje kundër protestës, duke thënë që mos protestoni. Jo, ata janë duke protestuar që ata fëmijë dhe fëmijët e atyre që janë aty në protest mos të përfundojnë siç kanë përfunduar këta dy engjëjt e vegjël këtu. Kështu që janë shumë të thella, ajo Shqipëri ka shumë probleme. Nëse do të funksiononte, nëse ai do që të hyjë në Europë, do të bëj pak ligjet si Europa. Për shembull, shfrytëzimi i mitrëve është rreptësisht i ndaluar, siç është duke u parë te kjo video. Gjithsesi Edi Rama e ka bërë një veshur dhe një syqor për sa i përket kësaj situate, se nëse do ta kishte parë ose nëse do patjetër që ka parë, sepse kjo video ka dalë te jeta shqip, ka dalë në të gjitha mediat, kështu që nëse do ta kishte parë do të ishte ligji kaq funksional, mendoj se ata fëmijë do të ishin zhdukur në ai vend aty, do të ishte siguruar ai vend që ata meritonin atje në bankat e shkollës dhe ju duke djersitur aty djersën e ballit për të shfrytzuar nga disa oligarka apo nga disa njerëz aty që japin punë si për të shfrytzuar dhe për të paguar në mënyrën më minimale që ekziston. Kështu që nuk është kollaj në Europë. Duhet bërë ligjet. Patjetër jetesa është si çmimet janë si Europa, po jetesa nuk është si Europa.
besoni për këtë pjesë e kam parë, edhe unë e kam parë që vina jashtë, por edhe ata që janë atje brenda janë duke jetuar me 80.000 lekë pension ku do të shkosh në Europë për shembull. Çfarë bën një pensionist me 80.000 lekë? Çfarë bën një fermer pa rimbursime, një pensionist pa rimbursime, një fermer pa subvencionime apo pa përkraje e gjitha me radhë. Shumë kode janë të dëgjuar, janë shumë kode të bërtitura pa asnjë nuk është i zbatuar. Për çdo fermer, për shembull, pika e parë që duhet ose dora e parë që duhet dhe një fermer janë tollonat e naftës. Nëse nafta është 2000 ca lekë në Shqipëri, nuk duhet ta marrë ai fermeri duke punuar me mjetet tonazhi të rëndë siç janë apo mjetet e bujqësisë që konsumojnë jashtëzakonisht naftë, nuk duhet ta marrin me 2000, po tollona duhet i shpërndajnë për gjithë ata që janë të regjistruar dhe kanë licencë për të punuar në bujqësi dhe t'i japin me çmimën e naftës vetëm si funksionon këtu në Itali, që nëse këtu është 1,80 € apo 2 €, ai atje merr 1,20 €, nuk e merr 2 sa konsumatori privat apo sa një autoveturë. Kështu që autovetura me traktori nuk funksionojnë të dyja njësoj.